kam pas një profesor ka qenë nxënësi i Sheikh Bin Bazit. Edhe tregonte thotë se thëke jam kon talebe i Sheikhut më shumë se 20 vjet. Thot asnjëherë s'kemi mujt me e pa Sheikhun me flet më shumë se 5 orë natën. Do të thotë. Flejke nga pak u çonte edhe u falke namaz natë. Mirë po një ditë me dy dhe thot kallzon, thot pas namazit kishmi ders me Sheikhin, pas namazit sabah. Thot shkojsh me u falsh me të xhamia ku u falke ai afër, edhe ai më një herë pas namazit i çet këtë të uburit edhe talebët shkojshin te ai në ubor aty për me ngu ders. Thot një ditë duhet thot shkum me fal namazin e sabahit edhe nuk e gjetëm Sheikhin, thot nuk e gjetëm mrena në xhami. Thot krejt neve do thot na hinën thot se ose është i smut Sheikhu ose ka vdek. S'ka tjetër mënyrë. Thot mos e falem namazin kur shkum te shtëpia thot i kish qenë. Thot ulëm në mexhlisin ku i moj këtë derset, thot pas pak erdh shefi dhe e pa se ju kishin ai syt duke çajçar. Erdh thot filloi me çaj dhe tha o ju gjelmosha, lutni Allahun Azza wa Jall për këtë mëkat që më ka kapur sot. Do thot para mendoje shefu i kish kallzu kish thon për 40 vjet asnjëherë nuk më ka hik namazi sabahut dhe asnjëherë s'm ka hik tekbiri fillestar. Para mendoj du me thonë ulemat se sa kanë qenë sinqert me Allahun Jalla Jalaluhu dhe sa i kanë kushtu rëndësi ibadetet.